Albin Kurti po kërkon president edhe në shesh, por jo Vjosa Osmanin. Ajo nuk është në listën e tij. Javën më parë, Kurti u takua me Justina Pulën, ish ministren e qeverinë e Hashim Thaçit, që sot duket se PDK-ja do ta propozojë për presidente. Në listë u përmend edhe Andin Hoti dhe Glauk Konjusa. Pra, për vetëvendosjen, duket se çdo emër mund të shkojë, por jo Vjosa Osmani. Çka ndodhi mes aleatëve të dikurshëm? Sot flitet se mes Kurtit dhe Vjosa Osmanit ka pasur edhe përplasje të hapur. Nuk është çudi, Albini po refuzon me çdo kusht zonjën Osmani. Opinioni publik është i ndarë edhe në dysh. Disa mendojnë se Kurti e ka trahtuar Vjosën dhe po e pengon qëllimisht, ndërsa të tjerët thonë se kjo është thjesht një lojë strategjike. Por pyetja mbetet, cili është plani i vërtetë i Kurtit? Disa zëra thonë se ai po mundohet të shtyejë zgjedhjet deri në korrekt, kur diaspora është prezente për të fituar bindshëm. Por çfarë fitore më të madhe mund të ketë përveç asaj që e ka tashme? Çka po kërkon Albin Kurti në të vërtetë? A e tradhtoi realisht Vjosa Osmanin? Dhe më rëndësishmja, kush do të dalë fitimtar në këtë lojë të dyfishtë? Cili është mendimi juaj? A mund të ketë bashkëpunim me PDK-n për ta eliminuar Vjosa Osmanin? Dhe mos harroni që na bëni follow dhe të komentoni se çka mendoni për lëvizjet e fundit politike të Albin Kurtit.